Zbulohet sekreti që pastron tërësisht mushkëritë tuaja në mënyrë natyrale. Ndotja, zakonet e këqija të mjedisit janë shkaktarët kryesorë të problemeve të mushkërive. Shumë njerëz vuajnë nga sëmundjet kronike të mushkërive. Ka të ngjarë që për të përmirësuar shëndetin e tyre të ndiqni këto metoda. Pini pije pastruese. Është e rëndësishme të dini se përmirësimi i gjendjes së mushkërive fillon diku midis 2 javë dhe 3 muaj nga fillimi i terapisë. Pra, pas rreth 1 muaji duhet të ndjeheni më të shëndetshëm. Në këtë rast ka disa pije që mund të ndihmojnë në reduktimin e mukusit dhe detoksifikimin e këtij organi. Mjalti me ujë të ngrohtë, ujë me limon, çaji i gjelbër, lëngu i karrotës, shafrani i ndjes dhe xhenxhefili, pijet e bananës, spinaqit dhe manaferave gjithashtu mund të jenë lehtësuese të mira. Përdorimi i terapisë me krip, marrja e vajit të rigonit, banjot e nxehta jo më shumë se 3 herë në javë, gjithashtu mund të lehtësojnë problemet tuaja.